Augsburgu me rrethin me 300.000 banor në mesin e tyre rreth 8.000 shqiptar, është një oazë e organizimit të shqiptarëve nga trojet etnike në numër të konsiderueshëm në klubin Alba. Ata përkushtohen për mbajtje gjallë të traditës, kulturës dhe aktiviteteve tjera, deri te mësimi plotësues në gjuhën shqipe. Promovimi i librave, sikurse ato të profesor Nustrat Plana për dhunën dhe terrorin serbian, mbi civil shqiptar e posaçërisht të fëmijëve, të cilët në qerek-shekullin e fundit të shekullit 20 në luftën e fundit ishin vrarë 1432 fëmijë. Është aktiviteti për t'u veçuar klubi Alba. Menesot është një publicist, autor i shumë veprave dhe dokumentarëve që përshkruajnë historinë tonë, sa të dhimbshme, sa të mundimshme, sa të vujshme, por edhe krenare e të lavdishme deri në lirinë e shtetit e kombituar. Menesot është një intelektual të cilin është nder dhe kënaqësi për gjithë ne ta shohësh dhe ta dëgjosh në çdo forum botëror ku flitet dhe paraqitet elementi jon shqiptar. Por Menesot është edhe legjenda e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zëri i ushtrisë tonë çlirimtare të Kosovës, zotëri Nusret Plana. Për të hequr pluhurin e harresës për ngjarjet e trishta të popullit shqiptar, përveç librave të promovuar u prezantuan edhe 2 dokumentar të përgatitur nga profesor Nustrat Plana, përmes të cilëve argumentohet, demaskohet dhe shpërfaqet urrëtia dhe dhuna serbe mbi popullin shqiptar, veçanërisht mbi fëmijët. Para të pranishmëve, profesor Nustrat Plana prezantoi përkushtimin për të mos harruar ngjarjet e trishta të historisë, së hidhur e të shkruar me gjakun e shqiptarëve të pafajshëm, ku nga numri i përgjithshëm i të vrarëve në luftën e fundit, 15% prej tyre janë fëmijë. Ka dalë para syve Valmir Deliu me Coco Ngoj, i vrami masakruar, familja Deliu e Opris, 23 vram, 12 fëmijë në tyre. Ndul para syve Valmiri, sikur ndul i gjallë kështu, a gjë Nusret mos u dorëza. Falni. Edhe vesh e thëmë gjithë kamës me 2 durt, edhe thash edhe letë këputet krejtë se kam nërmen moral. Edhe kom këthy kamën me 2 durt të rrëp, edhe e këtheva marë, kërsiti fort, me gjërat e lëshova, edhe vazhdo dhe në zona aeroplanin, edhe vazhdo e kryva për movimin. Po du t'ju thëmë, forcë ma gjitim japin thaf me i tanë që plët për i tyre as fjallin më të bukur, më thëmë në botë nanë e babë nuk e ka thonë, sepse s'kanë arrit, me thonë kanë qenë 2-3 javësh
2-3 muaj tjerë. Miqtë e klubit Alba thonë se nuk do të harrohen sfidat e kohës, ndërsa promovimet e librave të sakrificës kombëtare duhet të kenë hapësirë në secilën bibliotekë dhe institucion kombëtar dhe ndërkombëtar. Edhe sot jam prek shumë se çdo skenë që i kam parë ato foto sot, çdo sene kam përjetuar edhe vetë, e ma ka kujtu, kështu që këto sene nuk guxojnë të harrohen. Shumë e vlerësoj këtë dhuratë për profesor doktor Nusret Plana, një njeri se ka bon shumë për Kosovën, për popullin e Kosovës, edhe vazhdon ban hala shumë për popullin tonë, sidomos libri se vjen pyetje është libri për 1432 fëmijë të zhdukur, masakruar, të vrarë, torturuar. Po ne shqiptarët jemi adaptuar në shoqërinë gjermane në mënyrë ekselente, por pa i humbur rënjet, pa e ditur se nga vim. Dhe me që sot e kem profesorin e nderuar Nusret Plana këtu, dhe jemi shumë të nderuar ne bashkarisht, përveç këtij aktiviteti, organizojmë edhe aktivitete tjera në mënyrë që fëmijët tonë të dinë se ku i kanë rënjet dhe të krijohet ura mes vendit ku kemi lene dhe ku kanë lindur fëmijët tonë këtu në Gjermani. Dhe kjo është kruciale. Natyrisht jo vetëm unë, por bashkarisht me të gjithë ndërmarrësit këtu, rreth e përqark FC Albes, jemi të angazhuar që kjo akoma të forcohet në atë mënyrë që edhe dikur, mas 20 vjetë, 30, 50, prapë fëmijët tonë të qëndrojnë besnik kësaj lidhjes ku kemi lind ne dhe ku kanë lindur ata. Po leni gjurmë? Unë e besoj se po, ju e potë se ne kemi këtu shtatorën në Nënës Teresë të cilën bashkarisht në vitin 2011 kemi vendosur këtu një shtatore Shën Nën Terezës e cila kush më mirë se ajo i rezaton dhe i paraqet vlerat tona kombëtare me orientim perëndimor. Në klubin Alba, aktivitetet janë të lloj-llojshme, ndërsa përkushtimi për të ruajtur dhe kultivuar kulturën kombëtare nuk mungon. Aktivitet për këtë, koreografia e vallëve shqiptare nga trojet nuk mungon, ndërsa për ruajtjen e kulturës kombëtare, koreografja Valjeta Kuqi thotë. Na merrem që 9 vjetë në FC Alba, me grup vallëzimet Alba, dhe prind pi fillimit na ka mësuar gjithmonë mos mi harru traditat shqiptare, edhe vallëzimin e tana, kështu që kena vendos para 9 vite me qel grupin e vallëtarëve të Albes, prej 2017 kena vendos me majt vallëzimin, kena përmi 60-70 fëmijë, një herë një javë, i kem tani 2 orë vallëzim, mbledhëm krejt fëmija edhe atëherë i mësojmë tani ka dal ka dole. Aktivitetet kulturore në klubin Alba janë të pandalshme, thot Sami Kuqi, përfaqësues për aktivitete kulturore, njëherë është edhe iniciator për hapjen e mësimit plotësues në gjuhën shqipe. FC Alba si klub është formuar në vitin 2014. Pas 3 vite, themelim e pam të arsyeshëm të pas parasysh se numri i fëmijëve ka shumë i madh dhe e formuam edhe degën kulturore pranë FC Albes, të cilin këtë degë e udhëheqi unë si kryetar kulture dhe me kryesinë që kena. Pikërisht të pas parasysh se komuniteti shqiptar shumë është i madh këtu në Augsburg, një mes shumë të madhe e bëjmë na si kryesi edhe unë si person i degës kulturore. Numri i fëmijëve është pa marrë parasysh moshës në të gjitha ciklet, ku merren me vallëzime, me recitime, me poezi, me shkrime, me të gjitha. Dhe kështu dëshirojmë që çdo vit e tutje të rritet ky numër edhe më shumë. Të pas parasysh se pak është ambienti pak jo i madh këtu, numri i fëmijëve është i kufizuar, por mendojmë se kur denim me qytetin, ndoshta një ditë apo tjetrën do na lejohet të ndërtojmë një klub futbolli këtu me të gjitha në ndegët e veta, sukur në kulturë,
se këtu është formuar edhe Forumi i Gruas këtu, pranë FC Albës dhe në të gjitha doja darin. Unë kom po të arsyeshme që edhe në drejtim të arsimit të kontriboj. Pikërisht në vitin 2024, 16/5/2024, është hapë shkolla e por Shqipe këtu në kuadër shtetit Kosovës, ku edhe vetë jem koordinator i kësaj shkolle dhe jam shumë mirë njerëz për mbështetjen e komunitetit shqiptar këtu, se pa mbështetjen e tyre nuk kisha mujtë më punu këtë drejtim, vetëm jem shumë mirë njerëz për mbështetjen dhe pikërisht në vitin 2024 me 16/5/2024 është hap shkolla e parë Shqipe këtu në Augsburg, edhe jem shumë mirë njerëz edhe shumë faleminderues për të theksuar më detajisht për me minimizu mos asimilimin e gjuhës tonë kombëtare e shqiptare e. Forumi i Gruas në kuadër të klubit Alba është pjesë e pandarë e aktiviteteve, i cili shërben si një plotësim i mozaikut të përgjithshëm të aktivitetit të nevojshëm në Mërgat. Forumi i Gruas Alba këtu në Augsburg vërtet ka arritur edhe është formuar fal FC Albës, të cilët na kanë dhënë mundësinë që t'jemi pjesë e tyre, që t'jemi në ndihmë e FC Albës. Sepse po mos ishte FC Alba, ndoshta do ta kishim pak edhe më vështirë. Kështu që jemi një grup i femrave që luftojmë çdo herë për të drejtat tona. Mundohemi që çdo gjë që është më e mira ta ndajmë me femrat shqiptare që jetojnë këtu, mos t'i humbim kulturën, traditat dhe çdo gjë. Kështu që jemi 6 femra që dirigjojmë Forumin e Gruas Alba dhe fal tyre, fal punës së palodhshme të këtyre grave aq burrore, unë jam shumë e fat që i kam prapa meje dhe që i kam ndoshta edhe krohun më të djathtë dhe më të mirë. Duke parë që komuniteti jonë, Mërgata jonë, është bërë një numër shumë i madhë. Këtu në qytetin e Augsburgit ekzistojnë me të vërtet një numër shumë i madhë e qytetarëve tonë dhe kemi pa të nevojshme që patjetër duhet një organizat, një forum, një diçka që mundet me kontribu që të jetë lidhja sa më e fortë me vendlindjen. Forumi jonë ekziston që 2 vite, pak më shumë, falë për krajës të cilit nga kanë dhënë FC Alba. FC Alba është një klub futbolli, po ndër vete ndërthur kulturën dhe forumin e Gruas. Unë dua t'i falenderoj me të vërtet të gjithë ata të cilit nga kanë hapur derën edhe sot jemi pjesë e FC Albës. Si Forum i Gruas ne mundohemi që sa më shumë jemi mbi 50 anëtare për momentin, po numri nuk është edhe aq i kënaqshëm, dëshirojmë dhe bëjmë thirrje që edhe të tjerat sipas mundësisë në Augsburg, po edhe rrethin të jenë pjesë e jonja. Detyra jonë është që përveç se ta ndihmojmë njëra tjetrën në nevoja të ndryshme, po faktikisht gjeneratat e reja t'i mësojmë ta kemi një lidhje edhe më të fortë. Antarë të kryesisë së klubit Alba thonë se evolimi dhe rrita e tyre nuk është ndalur asnjëherë dhe se kanë vepruar sipas nevojave dhe kërkesave të komunitetit shqiptar në Augsburg dhe rrethin. Si kryesi e FC Albës, ose FC Alba ka filluar me aktivitetin e saj prej 2014, qëllimi në fillim ishte sporti, kem 3 ekipet futbollit, po duke u rrit antarësia, duke e parë qëllimin e shoqërisë këtu në Augsburg, që këta fëmijë të mos i harrojnë traditat, vlerat tona kombëtare, kemi filluar edhe me kulturën, ta zhvillojnë edhe kulturën, aktivitetin kulturor. Pas kësaj ishte edhe kërkesa tjetër, forumi i grave, edhe nënat të bëhemi unik. Të gjithë të bëhemi unik. Edhe me kërkesat e grave, motrave, vajzave tona, që të krijojmë edhe forumin e grave, kemi vendosur që edhe u krijohej forumi i grave. Pas kësaj ishte kërkesa se si fëmijët të mësojmë shqip. Fëmijët tanë mos të harrojnë gjuhën shqipe.
duke e pa një mundësi përmes lapshit Bayern, i kemi mundësuar, i kemi ofruar ndihmë që edhe në gjuhën shqipe të vazhdojnë do me thonë shkollimin në gjuhën shqipe në mes të Augsburgut. Që nga themelimi i FC Albës jam në antar i kryesis, ne kemi si obligim edhe moral edhe që edhe pasazve tonë të përcjellim kulturën, traditën e fëmijëve tanë, që sa do kodo të ndjenë edhe ata pak shpirtin e mos harrojnë nga vinë. Ju thjesht jeni shpesh në atë dhe? Sa na jepet mundësia, 3-4 herë në vit, ashtu kështu pushimet zakonisht i bëjmë në atë dhe. Merrni familjen me vete? Po, patjetër. Dhe kështu së bashku po ja delni me punën kryetar? Po. Kështu ne e kemi privilegj, sikur që ishte sot privilegj të kemi sot këtu doktor Nusret Planën. Është privilegj të jemi në kryesi të një shoqërie të mrekullueshme. I kemi dikun 280 antarë që janë, do me thonë, antarë të rregull që kemi me pagesë. Prej tyre janë familjet dikun në 3-4 antarë, po thujmë, dikun i kemi ofër vetit për mi 700 antarë të rregullt. Pa e harruar të kaluarën, haperojmë drejt të ardhmes, ndërsa gjurmët e së kaluarës dhe kultura kombëtare janë shtyrje për një të ardhme të qëndrueshme, edhe pse e kaluara e hidhur, për momente bën që me përkushtim të shikojmë drejt së ardhmes. Thank you.